Lufta tregtare e nisur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, mund të ndikojë edhe në ekonominë shqiptare. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genseko thotë se pasojat negative mund të ndihen në rritje të çmimeve. Balanca e rreziqeve rreth këtyre parashikimeve paraqitet për momentin neutrale. Megjithatë, tensioni i lartë gjeopolitik dhe rritja e mundshme e barierave dhe tarifave tregtare mund sjellin një goditje oferte me pasoja potenciale negative në rritjen ekonomike dhe në inflacion. Pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës së Bankës Qendrore, Seko tha se inflacioni synohet të kthehet në objektiv brenda vitit 2025, ndërsa rritja ekonomike e vendit pritet të jetë e qëndrueshme. Ekonomia shqiptare pritet rritet me ritme të qëndrueshme dhe pranë potencialit në afatmesëm. Kreditë e këqija kanë rënë në minimum historik të një dekade. Treguesi i kredive me probleme zbriti në nivelin e 4,06%, pra pothuaj 4% në muajin shkurt, një minimum i ri historik prej më shumë se një dekade. Stabiliteti i sistemit financiar, si dhe përmirësimi i treguesve të qëndrueshmërisë fiskale dhe të huaj të vendit, janë pasqyruar në një përmirësim të mëtejshëm të renditjes së rrezikut të borxhit sovran të Shqipërisë nga agjencia Standard & Poor's në muajin mars të vitit 2025, pra së fundmi, duke çuar atë në nivelin e BB nga niveli BB- që ishte. Në këto kushte të ecurisë ekonomike, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi këtë të mërkurë të mbajtë pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 2,75%.